Po tani shikuesit, njerëzit, qytetarët, pra janë bërë edhe jo vetëm konsumues të lajmeve, por shpeshherë edhe prodhues dhe shpërndarës të lajmeve. Dhe kjo pyetje që e bëhet është shumë relevante, sepse qytetarët tani janë persona aktiv në këtë që po e quajmë pra ekosistem medial. Sepse qytetarët ndonjëherë bien prej një lajmi të rrem ose dezinformate dhe pastaj me pavedi e shpërndajnë atë deri tek të tjerët. Dhe kjo është shumë e rëndësishme pra që tani kushdo që bën një postim publik ose merret me këtë punë pra duhet të ketë parasysh ta verifikon lajmin nëse është i vërtet, të sheh nëse ka burime të lajmit brenda atij lajmi, të sheh nëse titulli është si thua në lidhje me tekstin që ka aty brenda, ta sheh nëse një fotografi është si thua në mos përputhje me tekstin, pra këto janë forma të cilat njerëzit të cilët prodhojnë dezinformata dhe lajme të rreme i përdorin. Dhe dezinformatat bëhen kryesisht për dy arsye, një për të krijuar klikime dhe kjo ju ofron mundësi pra financiare atyre që prodhojnë, dhe dyta bën me qëllim të keq, pra me qëllim të ndarjes së njerëzve, me qëllim të përçarjes, me qëllim të krijimit të hutisë ndaj situatave politike dhe kështu me radhë.